Ne sapo ndezëm qirin në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, një simbolik e thjesht në dukje, por e thellë në domethënie. Siç do të thoshte Martin Luther King, errësira nuk mund ta dëboj errësirën. Kët mund ta bëj vetëm drita. Andaj sot kur themi ma kthe dritën, flasim për dritën që i detyrohemi të vërtetës, për dinjitetin që u tentua të nëpërkëmbet dhe për jetën që u nda në dysh. Këtu e kemi Vasfiën, këtu e kemi Shyretën, këtu e kemi Danin, të ndjerën Marte, Tunaj, të mbjetuar dhunës seksuale që me zërin e tyre ndryshuan jo vetëm diskursin publik, por vetë ndërgjegjen e këtij shteti. Fal atij guximi, Republika e Kosovës nisi më në fund të ndërtojë një përgjigje institucionale të denjë për peshën e kësaj çështje, duke nisur nga njohja ligjore e statusit të mbjetuarve të dhunës, te mekanizmat e verifikimit dhe mbështetjes e deri te përfshirja e kësaj dite në kalendarin memorial të Republikës sonë. Andaj kjo ditë është edhe thirrje për mbar shoqërinë që të mbështes edhe gratë e burrat e tjerë të mbjetuar që vazhdojnë të përballen me paragjykime në kërkim të drejtave që atyre u takojnë. Viteve të fundit po rritet numri i gjykimeve dhe i dënimeve për këto krime lufte që nuk parashkruhen e as nuk falen. Sot Kuvendi ynë i Republikës Kosovës nderon viktimat e dhunës seksuale të përdorur si armë lufte, e Kuvendi i Serbisë pak ditë më parë u shndërrua në hapësirë për falsifikim institucional të së vërtetës dhe glorifikim të njësive përgjegjëse për krime lufte në Kosovë. Atje u organizua ekspozita për njësitë e ushtrisë jugoslave dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, komandantet më të lartë të cilave janë dënuar për krime kundër njerëzimit në Kosovë gjatë vitit 1999, duke mos u distancuar nga e kaluara e saj kriminale. Sën qëllëdroj para jush, së një mbjetuar, për mbi të gjitha, si një zë që nuk zgjedhi heshtjen kur. Qire që i ndezëm sot, nuk përfaqësojnë vetëm një moment ceremonial, por përfaqësojnë jetën tonë, kujtimet tona dhe forcën tonë për të vazhduar përpara. Sot, përmes këtij akti kolektiv, kjo kuvend bëhet një hapësirë ku heshtja thyhet dhe zëri ndriçon. Një hapësirë ku solidarizohen nuk është vetëm fjalë, po është veprim i përbashkët. Çdo qiri që ndezën sot është një mesazh i qartë që të mbjetuarat nuk janë vetëm. Sot kur ndezëm këta qiri, i shohim si një zotim për secilin prej juve. Një zotim për të punuar për ligje që avancojnë edhe më tej kauzën e të mbjetuarve dhunës seksuale. Një zotim për të mbështetur politika që shërojnë dhimbjen e tyre, gjithë secila prej tyre mbart dhimbje të pashëruara. Një zotim për të qenë zëri i atyre që për shumë gjatë nuk janë dëgjuar dhe shumë herë historia e tyre është mekur në fyt. Jetojmë 27 vjet pas luftës, por ka ende qindra, gra, burra që jetojnë në margjina të stigmës, heshtjes, paragjykimit familjar e shoqëror. Prandaj, ky qiri nënkupton edhe zotim nga ju që do të zotoni të luftoni stigmen dhe të krijoni hapësinë e sigurt që këto gra edhe burra të dëgjohen.